Ambasadorja greke në Tiranë, Konstantina Kamici, nënvizoi rëndësinë e marrëdhënieve dypalshe, ndërsa garantoi se Greqia do të shërbejë si urlidhse për antarësimin e Shqipërisë në Union. Integrimi i Shqipërisë në BE do të jetë diçka e mrekullueshme për vendin tonë dhe do të kontribuojë në forcimin e interesave tona të përbashkëta brenda BE-s. Kjo është edhe një arsye më shumë pse Greqia dëshiron që Shqipëria të bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur antare e familjes europiane, në respekt të plotë dhe zbatim besnik të statusit komunitar dhe të drejtave themelore. Në këtë kuadër, vendi ynë vazhdon që të ofrojë mbështetjen e vet në ecurinë e Tiranës për integrimin europian. Mirëpo diplomatja Helene nuk e kufizoi bashkëpunimin vetëm në aspektin politik, por edhe atë kulturor. Gjatë vitit të fundit, ambasada e Greqisë në Tiranë së bashku me konsulatat tona të përgjithshme në Gjirokastër dhe në Korçë, organizoi një sër aktivitetesh në fusha si muzika, teatri, artet figurative si dhe aktivitete për tema shoqërore, si vendi që zogruaja në epokën e sotme. Ambasadorja nuk la pa përmendur as ndarjen e trisht nga jeta të kryepeshkopit të kishës autoqefale shqiptare, Anastasia Nullatos, 2 muaj më parë. Eventi për përvjetorin e pavarësisë greke u përcoll nga figurat e të gjitha sferave, nga kryepeshkopi Joan Pelushi, ministri i jashtëm Migli Hasani, kryedemokrati Sali Berisha, deputeti i PBD1 Vangel Dule, ish ministrat Leonard Solis e Genc Pollo dhe eurodeputeti Fredi Beleri.